Fushata informuese për programin qeveritar Dy fishos sipërmarrjen tënde po vijon në të gjithë vendin, me synim mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme përmes lehtësimit të aksesit në financim. Në kuadër të kësaj nisme, zëvendës kryeministria Albana Koçiu prezantoi përfitimet që ofron programi. Koçiu theksoi se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë 98% të sipërmarrjeve që operojnë në Shqipëri, ndërsa vetëm një pjesë e tyre arrin të sigurojnë kredi nga institucionet financiare. Sipas saj, programi synon të krijojë më shumë mundësi financimi dhe të mbështesë rritjen e kapaciteteve të bizneseve. Kushdo që e ka një ide lidhur me ku do ta çojë biznesin e tij, të ketë mundësinë dhe të aplikojë. Dhe nga ana tjetër, vetë qeveria del garant duke garantuar 70% të kolateralit nëpërmjet garancisë sovrane. Deri në 2 milionë euro mund të përthithen nëpërmjet aplikimeve në këtë program. Sigurisht që është një kredi me një përqindje të ulët interesit, 2 deri në 3% për një afat 10 vjeçar. Ne si qeveri e nisim me 250 milionë euro në dispozicion dhe sigurisht duke parë edhe kërkesat e si do të ecë dhe do të vazhdojë ky program, synojmë ta çojmë deri në 1 miliard euro. Zëvendës kryeministria bëri të ditur se Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit do të ofrojë gjithashtu asistencë teknike për hartimin e planeve të biznesit, duke ndihmuar sipërmarrësit që aplikimet e tyre të jenë sa më të plota dhe të kenë më shumë mundësi për të miratuar nga bankat. Jemi duke u bashkuar me tregun evropian. Pra, do duhet që bizneset tona të jenë në të njëjtat standarde me ato që kërkon tregu evropian. Programi jep mundësinë të gjitha atyre bizneseve që duan të investojnë në makineri, në pajisje, në digitalizim, në automatizim të proceseve, që është një nga kërkesat e kohës. Aplikimet për programin do të mbeten të hapura deri në vitin 2027, duke u dhënë bizneseve kohë të mjaftueshme për të përgatitur dokumentacionin dhe për të përfituar nga skema.